zbërthyer The Albanian Files, kemi në studion e Gogo.al Auron Taren. Faleminderit Auron që je me ne. Dhe pyetja e parë është për ata audiencë që po na dëgjon, çfarë është në këndvështrimin tënd The Albanian Files? Para një faleminderit për ftesën dhe e dyta. Albanian Files mendoj unë që është një debat interesant për të zbërthyer disa nga këndvështrimet e vizionit të kryeministrit të Shqipërisë, i cili duhet të thënë që për një kohë gjatë, sidomos në fillesat e tij në Shqipëri, ka pasur një impakt pozitiv në ndryshimin e si thua perceptimit të ambienteve publike. Pra, duhet të thënë që duhet kuptuar që në filles, pra me rënien e komunizmit, hapësirat publike, parqet, fasadat, etj. Të qyteteve tona kanë qenë në një situatë jashtëzakonisht shumë dramatike, gri, asnjë lloj optimizmi ndaj si thua mirës publike dhe ardhja e Ramës në atë kohë në drejtimin e punëve publike ka qenë një gjë shumë pozitive sepse i dha kryeqytetit sidomos i dha një impuls shumë të mirë në perceptimin si nga vetë qytetarët që banonin këtu, por dhe nga opinioni ndërkombëtar i cili e pak të lloj ndryshimi me shumë interes. Për këtë arsye, në atë kohë kryetari i Bashkisë Tiranës pati një si thua një imazh publik brenda dhe jashtë vendit shumë pozitiv. Dhe ky mendoj unë e ka inkurajuar kryeministrin e vendit për ta marrë këtë koncept apo model që ai bëri diku në Tiranë dhe për ta shtrirë në të gjithë Shqipërinë. Sigurisht është një diçka e shtrirë në vite, pra nuk është një çështje e ardhur nga një kohë e shkurtër. Por mendoj unë që futja e një koncepti kaq të gjerë në vend me një shpejtësi relativisht të shpejt dhe pa marrë në përgjithësi, pa thithur njohuritë e vendit apo zonave të caktuara për të si thua ndaluar apo për të penguar impaktin negativ që ky lloj koncepti do të ketë jo vetëm në zonat e mbrojtura, që janë zonat mbrojtura, por në të gjithë vijën bregdetare dhe mendojnë ky është një problem jashtëzakonisht shumë i mpret për të diskutuar sepse mbi Shqipëri, pra mbi një hartë të Shqipërisë apo mbi një flet të bardhë, mendoj unë, kryeministri i cili ka pasionin e tij të madh e dim për të pikturuar gjëra interesante, ka pikturuar vizionin e tij mbi Shqipërinë. Ka marrë rolin e një kryearkitekti, po themi? Sigurisht, po të lexosh Albanian File, unë e kam parë me interes, ka gjëra të mira, ka gjëra shumë interesante biles, por mendoj që të gjitha janë të shkëputura nga konteksti i vendit. Pra dukshëm Rama dhe me aq sa e njoh unë, Rama është një personazh modern, dhe sigurisht kërkon modernizimin e vendit. Por mendoj unë për ta futur në kontekstin e zhvillimit ekonomik, zhvillimit të turizmit, zhvillimit të trashëgimisë kulturore, do në çështje të cilat e kanë shumë pesh në jetën e një vendi, nuk mund të vish me një koncept modern, me një modernizëm. Pse? Sepse zhvillimi për shembull, marrim një për ta bërë më konkrete. Zhvillimi i turizmit në vend nuk mund të bëhet me zhvillimet e modernizmit. Pra nuk mund të futesh në arkitekturën e vendit zhvillime moderne, pra ti shtrish ato në të gjithë hapësirat e vijës bregdetare, po dhe më thellë. Pse? Pse? Jo sepse në vetvete është një gjë negative. Pra modernizimi i arkitekturës ka ndodhur kudo në çdo vend të botës. Por sot në konceptin modern të zhvillimit të turizmit është provuar që arkitektura lokale, autenticiteti i vendit
që ti viziton. Është arsyeja e madhe për udhtim. Pra, nuk udhton më njeriu i edukuar, i sofistikuar, i cili do të paguaj, nuk udhton më për godina moderne. Pse? Sepse modernizimi është kudo dhe nuk ka pse të shkojë në një vend i cili është një kopje e rëndomt e një arkitekture moderne të një vendi tjetër. Ai do të vi këtu për fshatrat autentik, do të vi këtu për qendrat e arkeologjisë, do të vi këtu për bregun e ruajtur të paprekur, do të vi këtu për peizazhet historike. Të dëgjojë polifonin apo fyet apo cylën dyare. Do të vi këtu për kulturën autentike të vendit. Nuk mund të vi këtu për një kitsch. Dhe ky është problemi, mendoj unë. Pra kjo është një debat i thellë. Dhe mendoj që kryeministri duhet kishte rreth vetes njerëz të cilët do ta debatonin këtë gjë me të, për ta, si thua, frenuar në konceptin e tij modernist, pra për të sjell realitetin dhe për t'i thënë që modernizmi, nëse ti e aplikon në fushën e turizmit, do ta dëmtoj vendin, nuk do ta bëj më autentik. Mund t'ju jap për shembull një rast shumë interesant. Për shembull, Rama ka sjell në një ndër këto projektet e Albanian Files, ka sjell një nga arkitektët më të mirë sot në botë, që është ai arkitekti japonez, i cili kërkon të bëjë një ndërhyrje në Butrin. Në vetvete, arkitekti japonez i ftuar nga Rama është një risi, është një kryevepër që një emri kaq i madh i arkitekturës botërore vjen në Shqipëri për të bërë një vepër. Absolutisht është një gjë shumë e mirë. Momentin që Butrintit kjo gjë pra. Momentin që ti konceptin e këtij arkitekti japonez, sa do të bukur dhe elegant ta ketë, e vendos në një qendër antike që vjen nga thellësia e shekujve, vjen nga Troja antike, është një vend i cili përmend nga Homeri, është një vend i cili ka kaluar kaq e kaq gjurmë të lagështësisë mesdhetare, nuk mund të ketë një kontekst japonez. Pra, nuk ka sens. Nuk ka sens në një vend i cili është që fillon që fillicat e veta ka nga periudha antike e Homerit, nuk mund të përfundoj me një, si thua, shtresëzim japonez. Kushdo që e dëgjon thonë kanë luajtur mëndsh në Shqipëri se nuk ka mundësi. Pra, duhet parë konteksti. Pra, nëse dikush thotë, dhe unë e kam dëgjuar që kryeministri, si mund juve të kundërshtoni një arkitekt kaq të famshëm japonez? Jo, nuk kundërshtohet për një diçka tjetër, po jo në një qendër antike si Butrindi. Më kupton ndryshimin? Çfarë po i bëjnë Butrindit? Butrindin e njeh shumë mirë. Si është keq menaxhuar mbas kohët e fundit, çfarë duan të bëjnë aty me copsat që po ja heqin për fshatra turistik, na i përshkruaj pak për atë që nuk e ka iden fare. Patjetër, unë ja u shpjegoj mjaft mirë, sepse në fakt, dhe duhet të thënë një gjë, unë jam shumë dakord me Ramën për atë që ai ka quajtur hipokrizinë e mediave ndërkombëtare për sa i përket Zvërnecit. Pse? Sepse të gjitha mediat ndërkombëtare kanë shkruar për Zvërnecin për faktin se aty është familja e presidentit amerikan. Pikërisht për atë kanë shkruar, sepse drama e vërtetë e Shqipërisë është Butrindi. Dhe nëse media ndërkombëtare do të kishte me të vërtet ishte shqetësuar për trashëgiminë kulturore shqiptare, për flamingot e tjerë, do të shqetësoheshin për atë që po ndodh në Butrind, sepse Butrindi është pasuri botërore e UNESCO-s, është një nga qendrat më të rëndësishme të trashëgimisë të Mesdheut, është një vend i cili lidhet që me periudhën e luftës Trojës, Homerin dhe të gjithë historitë e tjera pafund, pra që mos ja u zjas në këtë emision. Është një histori që dhe zbulimin e vet e ka pasur nga një personalitet tjetër shumë i rëndësishëm në shekullit të 20, siç është Benito Mussolini, i cili ka financuar personalisht gërmimet në Butrind, pra sepse është përdorur për propagandën e fashizmit e tjerë. Është një vend i cili ka shkuar sekretari i parë i Bashkimit Sovjetik Nikita Khrushchev, ka shkuar ka vizituar bashkë me mareshalin Zhukov dhe një personalitet tjetër sovjetik, dhe njerëzit më të rëndësishëm të planetit shkuan e vizituan. Dhe
Mbas rënies komunizmit, 2 nga njerëzit më të famshëm në Angli, të cilët në një farë mënyrë ranë dashuri me këtë vend, ndihmuan për ta ruajtur, për ta zhvilluar, për ta ruajtur për brezat që do vinë në Shqipëri. Dhe e gjithë puna e këtyre njerëzve, përfshirë dhe puna ime, përfshirë dhe puna e zotit Rama në atë kohë kur erdhi si ministri i kulturës, ka qenë konstruktive pra, në atë periudhë. Ishte për të krijuar një nga modelet më të mira të mesdheut. Pra ne jo vetëm mbrojtëm qytetin antik, po mbrojtëm dhe peizazhin për qark. Pra u krijua parku i Butrindit, u krijua një qendër buffer zone që quhet, e cila ndalon çdo lloj ndërtimi brenda. Dhe ishte ky një koncept modern i cili u mor nga UNESCO në atë kohë dhe sot përdoret. Pra qoftë ti do shpallësh një qendër arkeologjike si zonë të UNESCO, duhet mbrojtësh dhe peizazhet. Koncepti i parë që u fut ishte Butrindi. Tani çfarë ndodh? Të gjithë ne që jemi përpjekur për ta ruajtur Butrindin, jemi përsëri në të njëjtën llogore, pra për mbrojtjen. Ndërkohë vetëm njëri që la llogoren e mbrojtjes ishte zoti Rama. Po pse i ndodhi ky transformim Ramës? Atë do ta thrisnin juve në podcast apo? Jo, pyetja është, i mbaruan hapësirat në Tiranë, nuk ishte më ku zhvillonte dhe do gjente. Jo, është ajo që tham, pra, koncepti i zhvillimit të Shqipërisë, modernizimi i Shqipërisë. Pra është tjetër. Jemi tashmë në një fazë tjetër, nuk jemi më në fazën e kryetarit të bashkisë, jemi në fazën e kryetarit të qeverisë së Republikës. Dhe çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur kjo, që para 4 vjetësh, nëpërmjet Fondit Shqiptar Amerikan AADF, qyteti antik ju dha atyre në administrim, gjë që është një turp për kombin shqiptar, ku i hiqet kombit një pasuri kaq e rëndësishme dhe jepet një fondi të huaj, i cili nuk ka absolutisht asnjë të drejtë të menaxhojë pasurinë kombëtare të një vendi sovran, dhe në mënyrën që zoti Rama mendon që shqiptarët në përgjithësi nuk e kuptojnë çfarë po bëhet, pra kemi një flamur amerikan të ngulur në Butrind, pra nën këtë flamur tashmë, hapësirat e parkut, që nuk është njësoj si qyteti antik, pra janë 2 qytete të ndryshme, hapësirat e parkut po jepen për tërtim, se është zona më e ruajtur e mesdheut, jo e Shqipërisë, e mesdheut, pra në ngushticën e Korfuzit, ajo zona atje që unë kam ruajtur për 20 e ca vjet në dobi të popullit shqiptar, është një nga vendet më të lakmuara në mesdhe, dhe i është dhënë një ndërtuesi afër qeverisë, dhe në veri të liçenit i është dhënë një tjetër ndërtuesi afër qeverisë, dhe në 2 vende të tjera po i jepet dhe 2 ndërtuesve të tjerë afër qeverisë që të krijojnë brenda zonës së mbrojtur, brenda zonës me të cilën ne pala shqiptare dhe pala britanike dhe pala ndërkombëtare e ka ruajtur për 20 e ca vjet, mos më shumë, tashmë do të zhvillohet. Dhe kjo mendoj unë është një nga krimet e mëdha që po i bëhet hapësirës territoriale të vendit. Nëse këtë plan shoqëria shqiptare ndalon tani, kemi mundësi ta shpëtojmë Butrindin? Patjetër, është pak, domethënë, ka shumë dëmtime, sepse pjesa ajo pikza e vogël që tashmë ka hyrë në leksionin publik e zonjës Kumbara, është një katastrofë në vete, po dhe ndërtimi që po bëhet midis Ksamilit dhe Kanalit Vivarit, është një tjetër dramë vete, po dhe ato që po planifikohen të bëhen brenda zonës së mbrojtur të Butrindit, do t'jenë përfundimisht shkatrimi asaj zone dhe do t'jetë një nga dramat më të mëdha të prishjes së trashëgimisë kulturore, peizazheve historike, peizazheve të mbrojtura, të gjitha me radhë. Pra Butrindi, mendoj unë, është ajo që shqiptarët mund ta shohin me sytë e tyre, çfarë do t'i ndodhi Karavastaz, Zvërneci, Dajti, Divjakës, Thethit, etj. Pra ajo i po ndodh, kështu që mund ta shohësh shumë kollaj. Prandaj nëse keni vënë re ju, nga pala e qeverisë nuk del absolutisht asnjëri të flasi për Butrindin. Pse? Jo se unë jam njeri zoti, por sepse unë them atë që ka në teren. Pra shko shikoj vet. Pra kjo është, mendoj unë, sfida më e madhe dhe askush nga institucionet shtetërore nuk dalin për të thënë që Auroni gabon ose Auroni ka gabim ose gënjen ose nuk e di. Sepse ajo po ndodh. Thjesht duan ta lënë në hije, mos flas askush, po, që të vazhdoj ajo që po ndodh.
Çfarë bëri Rama, po themi, me rilindjen urbane, me paketën e maleve? Se edhe me paketën e maleve kjo nuk ka paketa ndodhur akoma, por diskutohet. Çfarë po diskutohet, si e shikon ti? Me rilindjen urbane, mendoj unë koncepti ishte shumë pozitiv. Unë kam qenë një nga ata që e kam mbështetur të koncept, je zakonisht shumë pozitiv si koncept. Në ekzekutiv pastaj, ka të meta shumë të mëdha, që mua më vjen shumë keq sepse me ato fonde që u dhanë me generozitet, mund të kishin bërë gjëra të kryevepra. Për shumë ka ndërhyrë, për shumë, të jam një rast që për ta kuptuar, në Përmet, kur është bërë gjithë qendra e Përmetit. Përmeti është ndërtuar me gur të zi, gur vendi. Nuk është ndërtuar me gur nga Skapari. Aty është bërë tashmë me gur nga Skapari, gur të bardhë, gur të kuq nga Skapari. Dhe është kiç. Dhe guri i Skaparit mirë. Guri i Skaparit është jashtëzakonshëm. Prandaj po të Guri i Skaparit është jashtëzakonshëm. Por është një zonë tjetër. Guri i Skaparit është gur shumë i bukur, shumë i fortë, etj. Por nuk ka sens të përdoret në Përmet, sepse Përmeti është ndërtuar me gur të zinj. Pra është një gjë elementare, normale, nëse në termat e referencës të tenderit do të ishte vendosur që guri i Përmetit duhet përdorej, do ishte mrekulli. Por me shumë mundësi nuk është thënë pse, sepse firma që ka marrë gurin më lirë në Skapar, për shembull, nuk e di, po spekuloj. Pra, këto gjëra kanë bërë që ekzekutimi i konceptit të jetë i gabuar. Për shembull, të jap një rast tjetër. Restaurimi i disa prej pazareve të Shqipërisë, për shembull unë me zotin Artan Shkreli dhe me zotin Lame të Ndjer, jemi marrë shumë me rivitalizimin e pazarit Korçës. Kemi bërë goxha lobing që ndodhi. Dhe ka dalë relativisht mirë. Problemi ku qëndron? Problemi është që këto pazare janë krijuar si pjesë e një fryme të caktuar të traditës, të kohës, dhe janë krijuar si qendra ku njerëzit vinin, shkëmbenin mall, shkëmbenin frymë, shkëmbenin ide, shkëmbenin gjëra të ndryshme. Tashmë këto, si atje, edhe kjo e Tiranës, po edhe në Gjirokastër, janë restauruar nga pjesa urbanistikës, por i ka ikur fryma, pra nuk ka më projekt ku të vinin, të riktheheshin fshatarët, të riktheheshin të gjitha artizanati, i cili me të vërtetë jep frymë pazarit. Ndërkohë ti ke kthyer ato në kafene dhe në restorante. Dhe i ka ikur fryma, nuk ka më fshatar, nuk ka më njeri aty me gomare që vjen që të shesi etj. Pra, to janë shumë të rëndësishme për të mbajtur frymën e kohës, por janë shumë atraktive dhe për turizmin kulturor. Pra, dikush mund të thotë, shiko se ju jeni shumë konservator në këtë çështje. Është e vërtetë, por unë e shikoj edhe në frymën e turizmit. Pra, unë merrem me turizëm, e di çfarë do turisti. Ti do shkosh te pazari i Korçës, po s'mund të kesh 30 kafene. Do dhe një opingar, do dhe një lëkurpunus, do dhe një fshatar që shet sa qep. Do frymën. Do frymën. Shkoni te ky pazari në Tiranë, i cili e ka bërë kjo ADF e ka restauruar. Nuk po flas për pjesën moderne që ka bërë me xhama, me gjëra. Okej, ndoshta dikush mund të thotë që e kam gabim, ndoshta, por s'ka më frymë. Aty shitet qelqurina dhe gjëra kineze, turke, dhe shumë nuk ka fshatar, pra nuk ka frymë, nuk ka popull. I ka ikur fryma, pa është bërë diçka, është bërë një diçka pa shpirt. Dhe ky është, mendoj unë, defekti i asaj rilindja urbane me që u përmend për paketën e maleve, se kam një pyetje pastaj për paketa e maleve është një tjetër gjë. Unë do doja shumë që paketa e maleve të diskutohen në një tryezë të madhe me ekspertë të cilët merren me çështjet e turizmit malor. Vetë zoti Rama nuk merret me çështjet e turizmit malor dhe nuk e njeh, mendoj unë, turizmin malor. E para, e dyta, nuk mund të ofrosh paketa të maleve nëse ti nuk e bër planifikimet e zonave. Pra, duhet shumë të bëhet planifikimi, duhet shumë të bëhet maturimi. Për shembull, t'ju jap një rast shumë të mirë. Vjet nuk gaboj diku nga marsi-prilli, Ministra e Kulturës e kohës, turizmit, zonja Kumbara, doli në parlament dhe tha që një nga sukseset e qeverisë tonë është
që në theth kemi 3.000 diçka më shumë shtretër. Unë atëherë shkruaj dhe thash që kjo është çmenduri sepse nuk mund të lejosh një fluks kaq të madh ndërtimesh në një zonë si thethi, zonë mbrojtur etj. Po duhet të jetë më reduktuar dhe më afër autenticitetit të traditës së ndërtimeve. Pastaj, tjetër gjë, nuk mund të lejosh çdo qytetar të bëjë një bujtin. Pse? Sepse do t'i marrësh të gjithë në qafë, do konkurrojnë njëri tjetrin dhe do falimentojnë njëri tjetrin. Ti duhet bësh politika që një bujtin duhet të ketë 5-6 ekonomi ndihmëse për qark. Njëri të bëjë vezët, tjetri gjalpin, tjetri këtë, tjetri atë. Dhe këto të ndihmojnë njëra tjetrën, furnizojnë njëra tjetrën. Dhe ti në ato zonë, për shembull në theth, nëse ti ke bërë planin e menaxhimit, planin e arkitekturës, planin e maturimit, dhe di që për shembull ajo zonë nuk mund marrë më shumë se 300 shtretër apo 500 shtretër. Nuk mund të thuash se jemi një sukses se kemi bërë 3.000 shtretër. Çfarë ndodhi? Mbas 6 muajsh, 8 muajsh, mbas deklarate, shkoi qeveria dhe i prishi, apo jo. Disa prej tyre me shumë të drejtë. Disa prej tyre me shumë të drejtë që i prishi. Edhe po e them, e kam thënë dhe po e them publikisht. Disa prej tyre shumë të drejtë, por nuk është faji i fshatarit. Se ti si shtet nuk e orientove ku do ta çonte atë energjinë. Pra atë para që ai ka, atë energji. Ti nuk e orientove. Ti e le. Dhe mashtove madje se e le që ti hidhte parat aty. Tani ajo është e diskutueshme, por lejimi është tjetër gjë, sepse ti për shembull vajte kryeministri Pardia që foli me ta, po kryeministri nuk tha që ore bashkiaku im i Shkodrës, Benet Beci. Zoti Beci apo ministri i turizmit të kohës apo filani do të mbajnë përgjegjësi që ju lani që i ndërtuat, se ata nuk i ndërtuan nga qielli. Dikush i la apo jo? Sigurisht. Ka qenë dhe fushat zgjedhore në mos gaboj. Sigurisht, patjetër, po shteti funksionon, nuk ka rëndësi është fushat apo jo. Ka institucione po. Kryebashkiaku nuk do t'i lejonte. IKMT çfarë ajo nuk do t'i lejonte, policia nuk do t'i lejonte. Pse? Se krijojnë drama të tilla. Pra ai tjetri ka kursyer paratë dhe i humbet. Gjithë investimin e jetës po. Ndërkohë ti, po ta kishe planifikuar gjithë zonën, do t'i thoshe ti zotri, nuk do bësh bujtin. Do bësh një shërbim, nuk e di, me gomar për shkak. Ti do bësh një shërbim me X, ti do bësh një gjë tjetër ose ku e gjen ti vendin. Pra çdo njeri mund të bëj bujtin. Kjo është koncepti. Nga informacioni. Dhe tani, kjo paketa e maleve, po ju çohet njerëzve pa planifikim. Pa planifikim. Do vi dikush nga Londra, do bëj një ndërtim si në Londër. Ndërkohë që duhet ruetur origjinaliteti i ndërtimit të zonës. Pra çdo zonë duhet të ketë atë çfarë quhet kushtetutën e vet. Pra hyn atje po, do vish ndërtosh ti po, do ndërtosh vetëm me dy kate për shembull, me këtë arkitekturë, me këtë kapacitet, me këtë. Kaq. Po duash, po duash jo. Ndërkohë ti thua hajde ktheuni tani ndërtoni. Po çfarë ndërtojnë ta? Do ndërtojnë si do ai. Apo. Dy pyetje kam para se të shkojmë te se debati në fakt Auron është fokusuar, është zhvendosur turizmi, sektor strategjik është shumë i rëndësishëm për Shqipërinë, po në fakt Shqipëria a mund të zhvillojë ekonomikisht, po themi duke pasur fokusin te bujqësia? Shiko, se pastaj është pyetja e dytë, si do ta bëjmë turizmin? Mendoj unë tani, nuk e di nëse kam qasjen, më korrigjo nëse ti e mendon ndryshe. Shiko tani, ne kemi një fat, ose kishim një fat, që ne hym të fundit në lojën e turizmit. Pra, ne mund të ishim, po të ishim të zgjuar mjaftueshëm, do të merrnim modelet më të mira që kanë bërë shtetet e tjera. Po në Spanjën ka bërë gabime nga më të fatale, të cilat sot po mundohet ti korrigjojmë me kosto shumë të lartë. Okej? Atëherë, ne do kishim marrë modelet më të mira. Kush janë modelet? Turizmi rural, turizmi i cili nuk prish trashëgimin, nuk prish ato peizazhet, nuk dëmton X-in Y-in, dhe do të kishim dhënë shumë rëndësi shërbimit, ne s'kemi fare shërbim. Por ndërkohë, një shtet normal me trun kokë nuk e bazon ekonominë e vet vetëm me turizmi. Pse? Çfarë ndodhi me Covidin? Covidi tregoi që turizmi falimentoi dhe falimentuan shumë vende që kishin shpresuar te turizmi. Një gjë tjetër. Turizmi është vija e parë e skalionit. Pra hoteleria, vija e dytë është bujqësia. Në qoftë se ti thua që un kam marr 5 miliard euro nga turizmi, sa miliard ka harxuar ti për të blerë ushqime nga Serbia, Greqia, Bullgaria etj. Ai ke prodhuar këtu pra jo? S'ke prodhuar. Dhe gjithë të para që ti blen jashtë, ti do të kishe investuar këtu. Qiqepa,
domatja, kastraveci, gruri, gjithçka nga populli jot, I cili furnizonte këto hotelet e tjera. Dhe kjo është, mendoj, planifikimi I dur. Ti s'mund të vendosësh turizëm. Gjalbi nga vjen. Po buka, po mishi, po kjo vin gjithë nga jashtë. Madje edhe ata që shërbejnë po vin nga jashtë. Këtë gjë, do të tjetër katastrofë. S'ka më të rinj, pra nuk ka të rinj. Sepse ti po e bazon ekonominë tënde në themele pa bazë, pa pesh. Sepse momenti që diçka ndodh, një tronditje e vogël ty tërzohet gjithë ekonomia. Që ke ngritur, po. Dhe kjo është, mendoj unë, është fatalitet, kjo është për ta shikuar gjën shumë shpejt, për halle të shpejta politike, për dhënë një imazh zhvillimi, por jo në një distancë kohore të qëndrueshme. Pra nuk po krijon themele të forta për vendin. Një pyetje kam lidhur me këtë plan shumë të madh për Shqipërinë që ka kryeministri I momentit, Edi Rama. A u konsultua dhe pse, se duket se s'është konsultuar fare me qytetarët, jo vetëm të analizonte në atë fazën e planifikimit, po ka nisur zbatimin ky plan në të gjitha këto zonat që ne përmendëm dhe qytetarët nuk janë aty. A u konsultua, ke informacion se është konsultuar me eksperta, nuk e di, ndoshta edhe me këta të jashtmit që ka dëshirë t'i marrë. Fakti që askush në Shqipëri, flasim për njerëz të edukuar në kuptimin e fushës së sektorit, sepse unë për shembull në sektorin ekonomik nuk është se e njoh. S'ka arsye njëri të më pyesi mua, kupton? Po në sektorin të cilin unë njoh, që është trashëgimia kulturore, turizmi etj., di që deri më sot askush nuk ka ditur për këtë Albanian Files. As s'ka ditë njëri fare çka ka qenë. Pra është një koncept I kryeministrit I bërë me disa arkitektë huaj, të cilët për vërtetës, siç e shpjegova përpara, mund të jenë jashtëzakonisht shumë të mirë, por vinë dhe nuk kuptojnë kontekstin e vendit. Pra një arkitekt që vjen dhe nuk e kupton Shqipërinë, por shikon vetëm atë njollën e ndërtimit, nuk ka sukses. Ishim sukses. Auron duke marr gur, duke marr lule. Shiko, nuk është problemi I gurit. Duke vizituar madje edhe ti ishe përfshirë në një rrëfim të tyre të City Froster në mos gaboj, I kishe shoqëruar në një vic? Unë bëra një gjë tjetër. Unë I propozova kryeministrit në atë kohë një koncept ku jo se është pika unë nga koka ime, po e pash në Francë çfarë kishte bërë një rajon I caktuar që ishte larg detit, vend shumë I varfër, dhe si e kishin zhvilluar ata turizmin e tyre. Dhe ata kishin bërë një koncept shumë të bukur, duke hapur mundësira komunikimi me detin, dhe duke parë zonën e tyre çfarë ofronte për shembull verën, rushin, nuk e di këtë. Dhe kishte krijuar një sinergji midis zonës bregdetare dhe zonës malore. Dhe njerëzit shkonin dhe vinin atje për të parë vendet malore. Në të njëjtën koncept unë propozova dhe I thash, shiko, ne do krejmë tre rajone. Rajoni I parë është hapja e bunës për lundrim, ku vina njihet velierat, gjithë buna mund të kthehet në një atraksion të jashtëzakonshëm lundrimi, ku ti vjen me varg në atë të vjetrën, në molën e vjetër, pastaj ke liçenin, I cili ty të lidh edhe Malinezi, dhe ti pastaj nga kjo, si thua, koncentrim, ke Alpet, dhe ti krijon një korridor shumë fantastik. Ti krijon një nga paketat turistike më të mira të Europës. Pse? Se ke detin, lumin, liçenin dhe Alpet. Nuk I ka njeri në Europë. Unë kam mbredhur Europë, nuk I ka. Një, e dyta, korridori I mesit të Shqipërisë, I cili është korridori më I varfër në çështjen turistike. Nuk e asgjë. Pra, nëse ti fillon nga Durrësi, Tiranë, Kavaj, Rrogozhin, derisa del në Lin, ka asgjë. Në aspektin turistik. Por kemi një fat madh. Kemi rrugën antike më të famshme të botës, që quhet Via Egnatia, të cilën ti mund ta ringresh si koncept dhe ti mund ta rikthesh sipas modelit të Santiago de Composteles në Spanjë, ku shkojnë 3 milion vizitorë në vit, ecin tek ajo. Dhe me këtë rrugë Spanja krijoi një produkt turistik të jashtëzakonshëm. Dhe ne, me Via Egnatia unë jam marrë, e kam bërë në këmbë nga Durrësi deri në manastir, kam parë gjithë zonën, kam parë mundësitë ekonomike se duhet ta shohësh. Dhe ti krijon pastaj nëpërmjet kësaj rruge krijon një fashë ekonomike 2 kilometra majtas, 2 kilometra djathtas, krijon mundësinë pujtin, agroturizëm,
gjëra të ndryshme, kupton? Dhe e promovon këtë zonë si një zonë historike, pra ti vjen dhe udhton në rrugën Egnatia. Po ti kur del në Librazh dhe shikon që gjithë zona Egnatia po bëhet gurore, dhe po e shpartallon dhe nuk flet asnjëri, ti e kupton që ky vend nuk është serioz për këtë gjë. Po. Dhe e treta, fashat e tretë ishte jugu, ku ti kishe fashën Sarand, ose më saktë Butrin Timar, drejt maleve të zonës Kurveleshit. Dhe e eksperimentuam, ai ndihmoi jashtëzakonisht për të hapur rrugën dhe për dalë në det. Për herë të parë ajo zonë del në det me rrugë, është një nga gjërat më të mira që ka bërë Rama për atë zonë. Dhe sot ka një sinergji turistike, pra njerëzit që janë në Borsh, në Himar, mund të vinë sipër në zonën Kurveleshit, thonë shohin kanionet, mund të rinë natë, mund të rinë dy net, hanë diçka nga zona etj. Pra i dha frymarrje. Dhe nëse ne këto tre, për shembull, si thua, i çonin deri në fund, po. Vazhdonin, jo lihenin rrugës, mendoj që do kishte një sukses shumë të mirë në penetrimin ekonomik në zonat rurale. Pra jo përqendrimin në zonën bregdetare, por futja e turizmit në mënyrë kapilare në fshatra. Dhe kjo çka krijon? Krijon oportunitete për vizitorët, por dhe për banorët. Nuk ikin, rrinë aty, njëri merr me stanin, tjetri me bujtinën, tjetri me këtë, tjetri me të. Pra ju jep mundësi njerëzve që mos ikin. Po. Je dëshmitar i dorës parë, dëshmitar i parë të themi i asaj ndoshta idesë se çfarë do ndodhte me Sazanin, mes Kushnerit dhe Ramës, madje po t'i referojmë shkrimit të hashtagut, #Pikal, i ke prezantuar. Çfarë mund na thuash? Si ka qenë ai koncepti i parë i Sazanit? Si doli papritur Zvërneci pastaj? Ai sa ti di dhe mund na thuash, kuptoj. Shumë e thjeshtë. Sazani, për të vërtetës, është parë si mundësi zhvillimi ekonomik që në kohën e Berishës parë. Pra, 92-97, Berisha e ka parë si mundësi turizmi. Mbas Berishës ka qenë Nano, Majko, Meta, të cilët kanë ftuar investitorë të ndryshëm për të parë Sazanin si mundësi ekonomike. Unë vetë kam shoqëruar Berlusconin atë kohë në Sazan, i cili erdhi me një grup investitorë italian, ku zoti Nano i prezantoi një koncept që çfarë mund të bënin atje, diskutoi për hotele, kazino etj. Ky ka qenë prezantimi im i parë, se thua, me Sazanin. Se nuk u bë në atë kohë nëse ke? Askush nuk ka pas interes, sepse duke që i kishte një kosto shumë të madhe, ishte shumë e vështirë. Bota është e madhe, bota nuk është Sazani, kupton? Tani, të kthehem tek pjesa ime personale. Gjatë kërkimeve arkeologjike në New York, që unë kam bërë me amerikanat, që kemi filluar diku në vitin 2006, dhe Shqipëria hyri pas atyre kërkimeve në elitën e arkeologjisë në New York e botrore, ne patëm fat që patëm një marrëdhënie shumë të mirë me shtetin atë kohë, me Berishën e dytë, i cili për të vërtetës nuk zakonisht në Shqipëri të pengojnë për gjërat e mira, nuk na pengoi, dhe një nga kërkesat që ne bëm që të mbanim anijen kërkimore shkencore në Sazan, na u lejua, dhe anija kërkimore shkencore i rinde në Sazan çdo verë. 1 muaj, 2 muaj, dhe unë rria me amerikanët atje që punonin, në anije rinim në Sazan, dhe unë e fillova e njoha Sazanin mirë. Në 14, kur Rama erdhi kryeministër, unë i propozova Ramës që ta hapnim Sazanin për publikun. Pse? Sepse ishte një vend shkretir, s'kishte më asnjë lloj si thua aktiviteti, nuk kishte koncept që pse duhet të mbyllej nga territori i Shqipërisë. Ishte një ishull i cili shumë vlonjat kishin lindur, ishin rritur dhe nuk e kishin parë kurrë. Dhe i thash, pse mos e hapim për vizitor? Dhe për të vërtetës ai e përkrau shumë, po të hapim, dhe unë shkova pastaj dhe u mora me idenë se çfarë mund të hapi për vizitorët. Dhe në atë kohë Rama si kryeministër më prezantoi mua me konservatorin litoral francez, që është shteti francez, pra një organizatë shtetërore franceze, e cila ruan dhe mbron zonën bregdetare. Për të thënë vërtetën, Rama donte shumë që dhe në Shqipëri ai koncept të përdorë, prandaj u krijua agjencia e bregdetit. Por ai vetë kuptoi pastaj që ishte shumë e vështirë për arsye në përgjithësi për arsyet e votimeve. Pra, për hir të votimeve, për hir të që mos krijosh probleme me votuesit e tu dhe me bashkitë e tua,
ti nuk mbron dot vjen bregdetaret tënde. Kjo ishte pse shkon përkundër interesit votuesve? Po nuk shkon përkundërzi, por në përgjithësi, në eksperiencën time, dhe se kam qenë unë, këta që menaxhonin plazhet, pa letra, pa pagesë, pa drejtë, ishin në përgjithësi njerëz që merreshin edhe me votime. Për t'i rënë shkurt. Dhe në Sazan, me francezët, ne bëm një plan menaxhimi. Pra si mund të menaxhojë Sazani, ishulli. Dhe për ta shpallur zonë të mbrojtur, nuk ishte absolutisht asnjë lloj mundësie sepse nuk përmbushte asnjë kriter. Pra nuk ishte specie të rralla, nuk ishte asgjë për ta ruajtur. Vetmi motiv që Sazani të ishte një vend i ruajtur ishte pjesa historike. Pra historia e tij, që nga antikiteti e deri në kohët moderne që u bë zonë ushtarake etj. Si u izolua. Dhe Sazani në një farë mënyre ishte prezervimi i Shqipërisë komuniste, pra një vend jashtëzakonisht shumë i bukur i rrethuar me tela me gjëmba, që priste një armik që do vinte për që se erdhi kur. Që një gjë surrealiste. Dhe në qoftë se ti e hapi për publikun dhe ruaje gjithë këtë aty e merrte vlerën pra. Aty ishte vlera. Dhe aty ne propozuam, brenda këtij plani propozuam që aty të krijojë një mikro universitet i kërkimeve në New York, ku nga gjithë bota mund të vinin, siç po vinin në atë që ne bënim me amerikanët, pra të vinin studionin çdo lloj të gjë të mundshme me detin. Në New York shqiptare. Për shembull, jo vetëm ajo, po dhe alternativa, për shembull në Japoni, ne në atë kohë patëm një kontakt me japonezët, ku japonezët po studiojnë se si të ushqejnë popullatën e tyre me prodhimet rritura në fundetit, pra algat, barishtet e tjera, të cilat si mund të kthehen në ushqime për popullatën. Ne donim shumë të krijonim një fermë të tillë në New York, e cila eksperimentale të ishte për njerëzit që vizitonin Sazanin, kupton? Ose energjia e valve. Ne e dim energjinë e diellit, por nuk dim që disa universitete botërore studiojnë dhe energjinë e valve. Si mund të përdoren, si mund të përdoren për krimin e energjisë. Shkrybëzimi i ujit për mbajtjen e ishullit me ujë të ëmbël, e kupton? Pra, një mori gjëra të ndryshme që vijnë nga deti, sepse shqiptarët në përgjithësi nuk e njohin detin. Dhe aty do ishte vendi më ideal për detin. Ndërkohë ne aty me amerikanët zbuluam dhe një numër anijesh të mbytura, të cilat një prej tyre ne do donim ta grenim, pra të bënim arkeologji në New York, për ta ngritur anijen, pra për ta ekspozuar, për të ndërtuar një nga ato godina ushtarake për ta bërë muze, dhe për ta mbajtur ta anijen aty brenda, për ta parë njerëzit e tjerë. Ishte periudhës fundit të Republikës Romake, fillimit të Imperiumit Romak. Kjo ishte koncepti në përgjithësi. Dhe në këtë koncept, unë kam pasur mundësinë t'ia prezantoj disa njerëzve shumë të rëndësishëm, që kam njohur nëpërmjet kontakteve të mia, për të parë mundësinë ashtu si në Butrin, pra të sillnim njerëz të cilët mund të ndihmonin në krijimin e këtij koncepti. Planin e menaxhimit e prezantuam disa herë në kryeministri dhe nuk pati asnjë lloj pati një lloj heshtje. Dhe unë kuptova që nuk kishte njëri. Nuk u pëlqye. Jo, u pëlqye shumë, por nuk kishte njëri interes për ta bërë sepse ajo do ta ruante zonën. Pra do ta ruante. Sepse ne propozonim që përveç këtij lloj universiteti dhe disa përgodinave të ktheheshin në ambiente ku ata që vinin rinin fshati ushtarak, pra godinat ushtarake të mund të ktheheshin në asete turistike, pra në hoteleri të një niveli shumë të lartë, por brenda parametrave të godinave ushtarake, pra jo ta zëm 3 kate, po siç ishin godina ushtarake, 2 kaçe, 1 kaçe, disa prej tyre largoheshin, e kupton? Pra të ruhej formati i dikurshëm ushtarak, por i rikthyer tashmë në koncept turistik. Kjo ishte ideja. Dhe nëse në këtë kontakt, pra kam ftuar disa miqtë e mi që mund vini për të parë këtë koncept. Ishte edhe kjo ardhja e këtyre nëpërmjet një miku të përbashkët, erdhi Jared Kushner me të shoqën. Dhe kjo ishte, si thua, prezantimi për t'ia prezantuar që se ne kemi punuar me amerikanët për këtë gjë, dhe në atë kohë ftua dhe kryeministri për darkë për të diskutuar. Na tregosh një detaj nga ai momenti? Jo, nuk ka një detaj sepse kur kanë ardhur ata, kanë ardhur thjesht vizitor. Pra, kanë parë vijnë bregdetare shqiptare, unë i kam çuar në zonat interesante, Palermo, pra kanë parë Palermon, të
tunelin, Sezanin, Butrintin, Kepin e Rodonit, pra turistë zakonshëm. Po. Pastaj, koncepti i Sezanit më vonë, ne kemi shkëmbyer sigurisht email e gjëra, dhe unë i kam qëndruar koncepti që kemi bërë me francezët, biles ja kam dhënë dhe planin menaxhimit për ta parë etj. Pastaj se çfarë ndodhi me Zvërnecin, unë se kam fare ide, domethënë që si doli Zvërneci, po. Por tani që shikoj me Albanian File, tani unë e kuptoj. Sepse me sa duket nëpërmjet Albanian Files ne kuptojmë që zona vija bregdetare ka qenë e para planifikuar. Dhe ka qenë e para planifikuar, janë ftuar edhe këta, si të tjerë, thonë që shiko se Sazani mund të jetë i vështirë ose do korrë, po këtu është më kollaj sepse kjo. Kur jam pyetur për këtë gjë, i kam thënë që është zonë e mbrojtur. Duke qenë se është zonë e mbrojtur, do të kuptojnë që është zonë e mbrojtur. Dhe me sa duket, në këtë koncept, u ndryshua ligji i 2024-s. Dhe mendoj që ligji i 2024-s nuk është ndryshuar apo menduar detyrimisht për Kushner dhe Trump, por është ndryshuar për investitorët shqiptar, të cilët në ombrellën e këtyre emrave të mëdhenj, po do bënin ndërtimet. Bravo. Kjo është gjithë filozofia. Në kuptimin tim, mund ta kem gabim, por unë mendoj që ata i kanë përdorur pikërisht. Se po të shikosh kush ka bler toka vërdall në Sa del nga tuneli që shikon palasën, shikon komplet. Ajo është mendoj unë, fakti që Rama e pëlqen shumë atë pjesën e historisë në kuptimin e lënies gjurmë në histori, mendoj që palasa do të jetë një nga njollat më të zeza të Ramës kur të diskutohet mbas 100 vjetëve apo 200 vjetëve se si nën drejtimin e tij është bërë ajo gjë atje në palas. Ke shoqëruar ndonjë gazetar të huaj për protestën, për revolucionin e flamingove? Po, kam shoqëruar, ose më saktë kanë takuar, se nuk kam shoqëruar në kuptimin e Mirfield, po kam pasur, kam takuar disa shumë të rëndësishëm. Shumë të rëndësishëm, pra nga këta që shkojnë vetëm për luftë. Dhe e bukur kjo që shkojnë për luftë. Po gazetar, sepse unë kur kam punuar dikur me Channel 4, kam pas fatin dhe jeta fatesh, nuk është se fati është që qëllova që hyra në grupin e gazetarëve të luftës. Edhe me qëlloj që isha 97-a, pastaj 98-a me Kosovën, 99-a me Kosovën, pastaj në Maqedoni, po me këtë grup, pastaj me grupin që shkova në Irak, pa aty na qelloi një fatkeqësi na u vra një nga këta gazetarët që unë e kisha shok. Për shumë kam pas fatin, kam punu me Mary Colvin, qofse e njihni atë gazetaren famshme që u vra në Siri me atë syrin që mbante atë fashën sy që i kanë mbrojtur atë filmin Private War. Mary Colvin ka punuar në atë kohë me Kosovën, pra 98-99, dhe unë kam pas fatin që kam qenë njeriu që rria me të gjithkohon në Kukës, sepse ajo nuk kishte logjistikën e duhur dhe afroi tek grupi jon dhe ne, si thua, ishte amerikane, po punonte për britanikët dhe patëm misi shumë të mirë që e ruajtëm deri vonë, deri kur ajo shkoi dhe u vra në Siri. Pra kam pas fatin që kam qenë pjesë e këtij grupi të gazetarëve të luftës dhe i njoh për një herë këta që vinë për luftë. Dhe disa për këtyre ishin gazetarë fiks për luftë. Kemi Auron 35 vjet në luftë, në këtë tranzicionin e gjatë të luftës. Ballkani ka qinkon e Omerit që është në luftë. Kështu që duhet marrë dhe kjo me sportivitet. Si lexo të parën vepër botërore, që është për Ballkanin, dhe është luftë. Pra lufta nga Ballkani ka lindur. Ballkanas, kemi temperamentin që nuk ka ndonjë çudi. Çfarë thon këta gazetarë? Të bën përshtypjen një koment i veçantë i tyre, se dua të kuptoj pak për shembull se na shohin si vend egzotik, si vend i luftës, si përplasjeve. Jo, me kjo e flamingove i ka çuditur? I ka çuditur shumë, nuk e prisnin që një rini dhe një vend të kishte këtë lloj shpërthimi për çështje kaq elitare, do thosha unë. Se në Amerikë nuk proteston njëri për flamingo. Nuk protestojnë, ata protestojnë për armë, për mbajtjen e armëve, për shkak që nëse do t'ju heqësh armët. Po për flamingo jo, nuk protestojnë. Si ka mundësi ky vend i Ballkanit? Po, kanë kapur këtë lloj, si thua, trendi
Dhe shumë interesant, Pra nuk është erdhën vetëm për Kushnerin, pra për faktin se u bë aq e madhe. Jo, është e vërtet, duhet të jemi realist. Aty Rama ka drejt kur thotë që media erdhi sepse ishte emri sigurisht Kushner. Sigurisht. Grepi i parë. Sigurisht. Ajo ishte. Ajo ishte atraksioni. Të vish nga Amerika, të shkruash për Flamingo dhe Zvërnecit, nuk e ka bërë njëri përpara. Apo, se u bë aeroporti për shkakun. Po. Aeroporti zonë mbrojtur u bë. Po s'foli njëri. Për të vërtetës. Se shumë e rëndësishme të jesh i ndershëm me atë që thua. Dhe aty Rama ka shumë drejt që gazetarët erdhën pikërisht se ishte emri i tyre. Por në atë gjë ne, si thua, si shoqëri na ndihmoi shumë ky ndërkombëtarizimi së çështjes, sepse hyri tashmë në një agjend ndërkombëtare që nga Australia deri në Argjentinë njerëzit flasin që këta njerëz nuk që kanë kështu si mendojmë ne, që merren me drogë, merren me këtë, që kanë edhe njerëz pjesëmarrë që pas kanë sensitivitet. Unë për shkak që kam dalë aty në protestë, kam dalë se kam sensitivitet për Butrintin dhe për zonat e tjera, absolutisht. Pra, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Dhe mendoj që i ka bërë shumë mirë vendit kjo gjë. Dhe nuk ka asnjë gjë negative, do të thosha unë, në shkrimet e këtyre njerëzve. Pra janë munduar, disa prej tyre kanë qenë jo ata që njoh fundon, po në përgjithësi media kanë bërë dhe gabime në koncepte, për shembull ajo e ka Komes, për shembull që e interpretuan sikur ishte Sazani, nuk ishte gabim, por dhe Sazani për shembull e kanë gabim sepse nuk e njohin. Për shembull unë personalisht e kam thënë gjithmonë, po e them te juve që Sazani nëse bëhet kështu me këtë konceptin që ne kemi bërë atëherë me francezët, do ishte një mrekulli. Pastaj do investonte Kushner, apo do investonte një kinez, apo do investonte një japonez, apo do investonte një shqiptar. Kë pak rëndësi ka rëndësi koncepti, pra ai koncepti. Dhe ka rëndësi shumë që shteti është garantori kësaj gjëje një dhe të ardhurat që vinë, sepse Sazani është i gjithi pranë publike, të ardhurat që vinë një pjesë i ngelen popullit, bëhet një shkollë, bëhet një kështu, nuk shkohet, nuk merren paratë të çojnë në vend tjetër. Pra, shumë e rëndësishme dhe marrëveshja që shteti bën në emër të popullit shqiptar, se ti menaxherje, sot je menaxhon këtë gjë, nesër ikën vjen një menaxher tjetër. Ti s'mundi bësh të në avantazh të investitorit, do t'i bësh në avantazh popullit tënd. Ka qenë pak e ngatruar në fillim, por pastaj protestuesit e kanë shpjeguar që nuk janë kundër zhvillimit. Po themi, po duash të marrësh dhe Rjollin apo të tjerët janë pro zhvillimit. Shiko, edhe në Zvërnec, për të vërtetës, dhe ajo që mua më ka habitur është dritshkurtësia dhe arroganca e qeverisë dhe kryeministrit vet, do të thosha që e bëri këtë me Zvërnecën, sepse Zvërneci është zonë e mbrojtur. Dhe ti shumë fare mirë mund të harruash atë pjesë, të zhvillosh për qark dhe gjithë zhvillimi të marrë një situatë aset shumë më të rëndësishëm se ti ke një zonë të ruajtur ngjitur. Pra është një kryevepër, nuk e pse shkon dhe prish zonën e mbrojtur. Pra imagjinoje ti një zhvillim që është jashtë komplet perimetrit, që është për qark një zone të mbrojtur. Do ishte një aset jashtëzakonshëm, do ishte një gjë fantastike. Nuk besoj që do kishte një ta kritikonte. Po futja brenda, dhunimi i zonës është me të vërtet arrogancë. Si e shikon se i ka ngelur shara në gozhd edhe lidhur me Bashkimin Evropian? Tani me Bashkimin Evropian është tjetër gjë, sepse Bashkimi Evropian ka vënë kapitujt dhe ti ruajtjen e ambientit dhe standardizimit e ke detyrim që do të hysh atje. Po si parashikon se ti e njeh Ramën, Auron, do t'i shkojë ai deri në fund planit vet? Ka të bëj shumë protesta me unë. Nuk e di, është në një fazë, nuk e di, unë kam kohë që nuk flas më me Ramën që kur për punën e Butrindit, dhe nuk e di këtë dëgjon më. Se di, ndoshta hallet e Ukrainës për shkakun janë më të rëndësishme se hallet e Shqipërisë, se ai merret më shumë për shkak Ukraina apo nuk e di Palestina. Ndoshta do janë çështje më të rëndësishme se hallet tona, kupton? Se di, nuk e kam iden. Nuk e di, të shohim. Ndërkohë në protestë u bën bashk disa halle të tjera, se nuk ishte vetëm Zvërneci. Të jemi përsëri të ndershëm. Vetëm një pjesë e vogël aty e njerëzve kuptojnë rëndësinë e Zvërnecit. Kjo është e vërteta. Por aty ka njerëz të cilët kanë halle të tjera, kanë hallen e spitalit, kanë hallen e pensionit, kanë hallen e emigracionit, kanë hallen e fshatit, ka shumë halle. Dhe këto halle atje tregojnë që këto 13 vjet shteti nuk ka bërë absolutisht asgjë për ja zgjidhur këto halle. Të shkosh ti në spital, mos të raft halli, të shkosh në spital është dramë vetë. Dhe ti kur ti një shoqëri e cila nuk zgjidh këtë çështje me kaq kardinale, kaq të rëndësishme për shëndetin e njerëzve,
është problem. Mhm. Dhe përsi I kthehem faktit që ka modele në botë, se si bota e ka bërë. Shikoni për shembull shpesh e sjell në debat rastin e Singaporit. Një ishull I vogël moçalor që ka qenë një nga vendet më të korruptuara dhe më të varfër të botës. Sot është perandori financiare. Pse? Me disiplinë dhe me konceptin që shteti është këtu për të zgjidhur hallet e njerëzve dhe ai lideri I Singaporit, është pak larg, po shumë interesante për ta sjell, e udhëhoqi Singaporin me shembullin e vet personal. Pra një njeri I cili jetonte në shtëpinë e prindërve. Njeri I cili pinte çaj, nuk pinte verë të shtrenjtë. Njeri I cili udhtonte me biçikletë, nuk udhtonte me roje dhe me 7 makina. Njeri I cili çepte rrobat vet. Jam I sigurt që ai ishte I mbaroi shkollën në Oxford, me titull profesor. Jam I sigurt që ai mund ta pinte dhe verën, por nuk e pinte sepse ishte shembulli se si udhëhoqi një popull për ta ngritur nga varfëria ekstreme për ta bërë një fuqi të madhe financiare. Shkolla, universiteti nga më qenë, kam dhënë leksion në Universitetin e Singaporit. Ishte një nga universitetet më të mira të botës. Spitali I Singaporit ishte shembull në gjithë botën. Pra, ka modele, po udhëhiqen nga shembulli personal. Dhe po ta dëgjosh intervistat e liderit të Singaporit, e kupton se sa e rëndësishme është shembulli personal për popullin tënd. A mendon se u zgjua kombi nga këto protesta? Ose u përfshi? U zgjua dhe... Shiko si është puna. Unë kam shkruar që ata të rinj që dolën në bulevard janë me fat, sepse kanë bërë një gjë që këto 100 vjet në Shqipëri nuk është bërë. Pra, është një fat I madh. E para. E dyta, duhet thënë që dhe nëse gjatë verës numrat do bien, njerëzit do I kanë halle etj, zemrimi është aty. Pra, në qoftë se dikush nuk doli në bulevard sonte, nuk do të thotë që nuk është I zemëruar, nuk do të thotë që nuk është dakord, nuk do të thotë aty ka lloj-lloj interesash, ka lloj-lloj ekstremesh, nuk diskutohet. Dhe prandaj dhe sheshi apo agoraja e famshme antike, këtë ka. Në agorana antike shkonin edhe të mençurit, shkonte dhe Sokrati, po shkonte dhe budallai I qytetit. Shkonin të gjithë në agora, dhe aty ishte liria, prandaj quhet demokraci, sepse të gjithë ishin të lirë të dilnin në shesh e të thonin fjalën e tyre. Dhe pastaj sheshi vendoste. Pra, nuk ka problem që aty dalin dhe njerëz që tingëllojnë strange, s'ka asgjë të keqe. Por hallet, zemrimi është aty. Unë e shikoj për shembull kur udhtoj nëpër Shqipëri, që ai që më furnizon me karburant makinën, që ai që më jep kafen. Rrëfej një episod të bukur dia apo për dje me atë kafen që ishe ulur, që flisni pastaj për hallet e botës. Po mirë. Për të harruar të tyret. Ajo është trend shqiptar gjithmonë. Gjithmonë njerëzit, shiko, nuk është puna e harrimit të halleve të tyre. Ajo është një anë, po unë them që shqiptari gjithmonë e ka pasur atë konceptin e qendrës botës. Ka qenë kryeve. Unë për shembull përmend gjithmonë kam qenë me disa amerikanë në një fshat që quhet Golëm të Gjirokastrës. Gjirokastrës, po. Midis Gjirokastrës dhe Pelet, bravo, majt maleve atje. Po kam qenë dikur ku s'kishte rrugë, as makine, as gjë, kemi qenë në këmbë atje. Dhe po bënim çadrat. Po rinim në çadrat atje. Dhe erdhi një bari aty që kulloste. Por jashtëzakonisht I lezetshëm. Kështu dhe erdhi aty, u habit çan këta, I thashën amerikanë etj. Dhe gjë e parë që I pyeti rëndësia më e madhe, halli më I madh që kishte ai ishte, por si na turproi presidenti Clinton me atë Lewinskin, Monikën. Halli aty më I madh ajo ishte, aty maleve të kurvileshit. Po. E ndjenim si presidentin ton? Po, ai e ndjente si hallë vetin personal. Pra shumë interesant shqiptari me atë globalizmin e vet. Po. Është e zakonshme, tregon që gjithmonë ka pasur veten pjesë të një, si thua, identiteti botror, pra e shikon veten si qendër e botës. Edhe nuk e di, është shumë interesante. Kam dhe 2 pyetje të fundit, të pyeta për mediat ndërkombëtare dhe gazetarët e huaj, po a ke një koment për gazetarët shqiptar si kanë mbuluar, po themi, protestat? Po, për sëri, këtë butrintit që mundohen ta fshehin.
Përsëri është çështja ndershmërie. Pra, duhet të jesh shumë i ndershëm kur flet. Dhe duhet të thënë që në përgjithësi media në Shqipëri është e kapur, ne e dim. Ndërtuesit ne e dim, për mediat kryesore janë gjithë kapura. Dhe sigurisht gazetari më i mirë i mundshëm, i cili do të bëjë detyrën e vet, ka të vështirë, sepse kur shkon atje nuk e lë më njëri. Më bën njëri. përshtypje ndryshimi i fletës së Top Channel-it tani, nuk e kuptoj. Nuk e kuptoj, ka ndryshuar linjë ndoshta? Nuk e di, nuk jam po raportohen mbi protestën, që nuk ndodhte. Se di, nuk jam pjesë, nuk e shoh, shiko, ka një gjë që un kam ja 15 vjet, nuk kam televizor në shtëpi. Nuk e sheh, po. Nuk shoh televizor, për të vërtetës. Mirë bën me Po, nuk kam disa podcastet e mia që i dëgjoj dhe i shikoj për interesin tim, dhe në përgjithësi lexoj, nuk para merrem me televizorin. Radion e dëgjoj shumë, kam shumë qejf radion po televizorin nuk shoh më. Kështu që nuk është se e njoh median shqiptare, mirë besoj, por nuk besoj që këtu gazetarët nuk janë të ndershëm. Problemi është që është një, si thua, është një censur mbi ta që për arsyet e tyre ekonomike, interesave, nuk lejojnë të shprehen pro apo kundër. Dhe për shembull e shoh të vetja ime, unë i njoh të gjithë botuesit këtu, të gjithë botuesit portaleve, i njoh të gjithë. Deri para 1 majit, 31 majit, çfarë do lloj gjë që unë nxirja për shembull, ma nxirnin nëpër portale. E kishin qef nxirnin. Tani nuk i nxjerrin më. Kush të nxjerr tani? Kush të publikon tani? Abioni. Abioni po. Ose dhe Gogo.al të publikon. Se di. Të publikon, ore sekond, por nuk na ndjek se jemi më të vegjël prandaj. Abioni po më nxjerr gjithmonë. Auroni. Po është shumë interesant, që i njoh, i takoj për shkak të kafja, bëjmë mohabet. Edhe i them për kuriozitet, pse s'm botoni më dhe qeshën, është qytet i vogël, e njohim njëri tjetrin. Në gjithë të bisedë ngeli ndonjë detaj që do ta thuash, që të ngacmova ndoshta. Un pak pyetje të bëra sepse ti e morë stafetën vet, po ndonjë gjë lidhur me Dhill Benian Falsa, ndoshta edhe me të ardhmen e protestës, nuk e di. Do mendojmë për fëmijët tani apo se po na rriten fëmijët, janë rritur tashmë. Shumë vjetësh në Butrin pata fatin që shoqërova një arkitekt. Arkitekt shumë interesant, kaluam gjithë ditën bashkë, pastaj shkon në Korfuz, ai takoi disa miq të vet, atje dhe më vonë mësova që këta ishin disa nga arkitektët më të mirë të shekullit 20. Dhe ky personi që unë isha me të gjithë ditën ishte Richard Rogers, që është arkitekt shumë i famshëm. Dhe në të gjithë debatin që ata po bënin me njëri tjetrin, ai më ka ngelur në mendje një shprehje, thoshte, mos e lejo arkitektët të udhëhiqin ëndrrat e tua, sepse arkitektët gjithmonë kërkojnë pavdeksin. Të bëjnë madhështore veprën e tyre? Pavdeksin. Në një farë mënyrë, edhe Rama është pjesë e arkitektëve. Pra kërkojnë të bëjnë pavdeksin. Tonë të hynë histori me pavdeksi. Tani, kjo pavdeksia, sa i shërben popullit apo jo, është pjesë e debatit. Të përgjigje duhet gjejmë, pra, dhe për këtë përgjigje duhet luftojmë që të na shërbej. Oron, faleminderit shumë. Shpresoj kur të vish prap në Tiranë, se ti lëviz shpesh në jug etj, do ta kapim atë momentin për të marrë prap në një bisedë. Dhe shpresojmë që të jenë biseda në kontekste krejt, konstruktive për zhvillimin e Shqipërisë. Faleminderit.